Ka pa u mbyll jo në mënyrën e duhur kampionati rregull për Vllaznin. Shiko, ne si e fillume si kampionat, normalisht ju e dini shumë më mirë si keni kanë më ndjeni, mora një diçka përsipër që i kërkush s'kishte mundësi dhe s'kishte kurrajo me e marrë. Dhe e fillume deri këtu me ato vështirësi tona, siç ne nuk kishim as pritar me fillu kampionatin, por unë thamë që duhet me falenderu të vajzat e U18 që unë kam punu tash minimumi 4 vjet me ta dhe siç e shikuat në lojë dhe ju ishim me një ekip 13 vjeçare pasuese, 15 vjeçe pasuese, 15 vjeçe shqiptare dhe kaq është që unë di me thonë për momentin. Por s'është na penalizuar dhe damtimet dhe rastet që i njohen si pasueses parë që kishim në fillim kampionatit, po ashtu dhe damtime. Mblodhen gjitha bashkë. Megjithatë, sot ishit shumë pranë një fitore dhe nëse do të fitoni te Teutës, do të ishim ndryshe. Pastaj do të ishte brenda fazës play-off dhe ishte një sukses. Shiko, unë po ta them, unë kisha shumë besim. Dhe siç e shikuat deri në moment fundit ne luftume në lojë. Por këto vajzat që ne kena 13, 14 vjeçë dhe 15 vjeçë shihni vetë krahasimin me ekipet tjera. Nuk luhet ekipi i parë me këto. Prandaj unë gjenerasin shumë i falenderoj bile dhe prindët e tyre për mbështetjen dhe suportin, sepse nuk është e lehtë që me pranu me kanë një fëmijë minorën, duhet me thonë, me lujt me ekip parë. Okej, është vlerësim, arritje, por nuk janë, sepse janë vetë kushtet që nuk arrin ta lejojnë si fizike dhe mentale që me kanë tu. Por arriten me bëj performancë shumë të mirë. Ne kishim probleme të tjera, brenda aty që do t'i shohim gjatë ndeshjes, gjatë analizë që do kena. Tre lojtarët e huaja, por dhe duke dhe nuk e dhanë kontribut siç duhet. Atëherë, nuk di që me thonë, është pak që duhet me shiku me kujdes, duhet me analizu me pjesën e kontributit tyne, nuk arrim me dhanë një konkluzion. Me vërtet, njëna nga ato, Jessica Barboza kishte shumë probleme gjatë sulmit, në topin e parë dhe në mbrojtje gjithashtu, por do ta shohim bashkë me stafin në vazhdimsi. Pam air coachin që ishte pjesë e skuadrës, por nuk pati asnjë minutë në fushë dëmtim. Por është e dëmtuar, siç ka ndodhur nesër, po me këtë ekip për kupë. Dhe nuk ka arrit më rikuperu dhe nuk mund të rrezikojmë. Vllaznia nuk hyn në play-off, por do të jetë në play-out. Besoj që bindur që do të qëndronin në Superligë. Besoj që unë thamë 99% ne qëndrojmë. Ne kishim bë plane të tjera, por nuk ecën ashtu siç desh me ne. Ju e dini që në fazë parë ne kena fituar me ekipin e Durrësit në 3-2 në Durrës. Por menduam se do ja dalim këtu, por s'ke çfarë bëjmë, kjo është sporti. Profesor, një sezon që se thatë edhe ju me problematika, por edhe pse ndoshta jeni zgjenjur paksa, ju do të keni forca për të vazhduar. Ka qenë një sezon super i vështirë. Ju nuk jeni hiç në rëndësi dhe më vjen keq që ju ka marrë pak vëmendjen futbolli dhe nuk ju vë faj. Por me problematika nërmat të ndryshme dhe nërmat vështira. Bashkë me stafin tem, me Fred Bardelin, Gersi Julen dhe me Gjulio Dushin, ne mundu me fiksuat Dajana, por nuk di që me thonë, jam pak i shokum, jam pak që nuk jam i qetë për i ndeshjes, sepse kisha parashikur rezultat tjetër, sepse unë e di forcen, parësisht se e di që me ke jam loj. Shpresosha gjithmonë të vajzat e reja, të prit hujat, por nuk arritme. Sezon super i vështirë me shumë problematika dhe më vjen keq që ju nuk jeni më rëndësi, por unë do gjej një plan dytë, do mundohem të kontaktoj dhe do i flas gjithë problematikat, sepse ky ekip nuk mund të vazhdojnë të jetë në këtë gjendje. Nuk mund të vazhdojnë, sepse ky ekip nuk e meriton me kanë këtë gjendje, ekipi jonë i Vllaznisë. Ne kena shumë lojtare nëpër ekipet ndryshme që vinë na mujnë ne këtu në Shkodër ose na mujnë nëpër rreth ku luajnë. Dhe duhet ne të lobojmë dhe të gjejmë mënyrën bashkë me drejtuese që të kthehen në Shkodër dhe të japin kontributin e tyre. Nuk ka se shkojnë për pagesa më të mira, janë thjesht kushtet. Janë kushtet që ne nuk arrim ja plotsu. Dhe më vjen keq që ne pretendojmë gjithë Shkodër pretendon për me pas ekip Vllaznisë voleybollit, por nuk është vetëm dëshira. Janë shumë faktorë të ndryshme, investime. Kjo di me thonë. Kjo nuk mahet shumë. Nuk mahet shumë.
Prandaj ne unë do gjaj rastin, ndoshta në moment 2 që do i diskutoj bashkë me ju, por tham ta kryjm këtë kampionat që ne ta sigurojmë, besoj është e siguruar mirë derisa në Super League. Besoj nga javën tjetër do fillojnë ndeshjet e play-outit. Dhe ndeshja e parë do luhet këtu, dhe ndeshja e dytë në Tiranë, besoj në kategorinë e parë është ekipi i Studentit. Shpresojmë të mbyllim me sukses dhe t'jeni mirë qetë. Atëherë, vetëmja gjë që mund qezohet ishte të sigurt fitonim sot dhe besoj kampionati jonë aq ishte, por nuk nolli kështu, nuk kam çfarë me thonë, është një mundi sakrificë gjatë që është bërë për këtë ekip, por do mesim kontakt për një intervistë dytë. Ju faleminderit për jush.